A e dini që profeti i nderuar që ju e mbani për njëri të shenjtë është martuar me një vajzë 6 vjeçare dhe ka konsumuar martesën e tij kur ishte 9 vjeç. Tani disa njerëz thonë jo po ishte 16, jo po ishte 14, sido që tjetë është përshëri një fëmijë i vogël ndërkohë që ai ishte diku ke 53 vjeç. Pra edhe nëse pranojmë ato gjëra, përsëri do të ishte diçka shumë e rëndë, shumë e keqe për të. Por nga e marrim këtë lloj burimi, e marrim vetë nga burimet islame. Le të lexojmë dhe shkoni kontrolloni të gjithë Sahih al-Bukhari 3894, libri 63, hadithi 119. Dëgjoni fejesën dhe martesën e Aishës. Pra është thënë nga vetë Aisha. Aisha u fejua me profetin Muhammed në moshën 6 vjeç dhe u martua me të kur ishte 9 vjeç. Këtë e keni nga burime të vetë Islamit. Rëfen Aisha. Profeti më fejoi kur isha 6 vjeçare. Shkuam në Medinë dhe qëndruam në shtëpinë e Bani al-Harith bin Karazaj. Pastaj u sëmora dhe flokët më ranë, më vonë flokët më rritën përsëri dhe nëna ime Ruman erdhi tek unë ndërsa po luaja në një ritëm me disa nga shoqet e mia. Ajo më thirrri dhe unë shkova tek ajo, pa e ditur se çfarë donte të më bënte. Ajo më kapi për dorë dhe më vuri të qëndroja te dera e shtëpisë. Atëherë isha pa frym dhe kur frymare ime u normalizua, ajo mori pak ujë dhe më fërkoi fytyrën dhe kokën me të. Pastaj më çoi në shtëpi. Atje në shtëpi pash disa gra ensari të cilat thonë urimet më të mira, bekimet e Allahut dhe fat të mbar. Pastaj ajo më besoi atyre dhe më përgatitën për martesën. Pa pritur, i dërguari i Allahut, pra Muhamedi, erdhi tek unë në paradite dhe nëna ime më dorëzoi tek ai. Dhe në atë kohë unë isha një vajzë 9 vjeçare. Pra, të dashur miq, atë profet që ju e mbani të shenjtë, faktikisht, nëse kontrolloni burimet, nuk duket dash i shenjtë, pra të martohesh me një vajzë të mindur kur veti e 53 vjeç, flitet që ka pasur diku ke 11 gra, pra duket më shumë si një manjak se sa një profet. Prandaj, kontrolloni burimet tuaja përpara se sa t'i shfaqni njerëzve ato ide tua brillante dhe ide të mrekullueshme se sa e mrekullueshme është kjo fe. Kontrolloni edhe një herë Sahih al-Bukhari 3894, libri 63, hadithi 119. Lexojeni vetë me sytë tuaj, sepse di shumë mirë që shumica prej muslimanëve nuk lexojnë, vetëm dëgjojnë interpretimet e hoxhës. Lexoni me sytë tuaj dhe mos lejoni më që t'ju mashtrojnë. Zgjohuni.